Dy vatra të reja zjarri janë shfaqur pas ditën e së premtes në zonën e Tënës dhe kodër Rëshenit në bashkinë Mirdit. Flakët u përhapen me shpejtësi për shkak të temperaturave të larta dhe bimësisë së dendur. Zjarri është afruar pranë banesave duke bërë të nevojshme evakuimin e 4 familjeve. Autoritetet po monitorojnë situatën dhe nuk përjashtohet mundësia e largimit dhe të banorëve të tjerë nëse flakët vijojnë të afrohen. Në terren janë forcat zjarrfikse, strukturat e emergjencave dhe forcat të tjera të angazhuar në operacion. Kryetari i Bashkisë Mirdit Albert Melyshi tha se kjo është situata më e vështirë nga zjarret gjatë kësaj periudhe ku është dashur të evakuojnë banorësh. Në fakt, sot është ndër situatat më të rrezikshme që mund të kemi pas ndonjëherë në Bashkinë Mirdit, për shkak se u favorizua shumë nga era, kishim shumë familje që ishin në zona të shpërndara pyjore dhe që ishte vështirësia për të ndërhyrë edhe për shkak të largësisë edhe për shumë shkaqe të tjera. Por fatmirësisht, deri në këto moment që flasim nuk kemi dëme në banesa, kjo është kryesorja, pastaj nuk kemi dëme në jetë njerëzish që këto dyja janë parsorë për të mbrojtur dhe në dy lagje kemi larguar njerëz nga banesat, jemi bashkë me familjarët tyre afër banesave me zjarrfikse, me mjete, me forca për t'i mbrojtur dhe fatmirësisht deri tani nuk kemi dëme në banesa. Vazhdon të jetë realisht e vështirë situata, por që edhe mendimin e mjeteve të tjera zjarrfikse që kanë ardhur shtesë me 2 helikoptera që po hedhin ujë kudo ku ka afër banesave, duke që po normalizohet situata dhe shpresoj të vazhdojë të normalizohet që të mund të largojmë rrezikun nga jetët e njerëzve dhe nga banesat. Disa raste gjatë këtij viti janë totalisht zjarrvendje qëllimshme, sepse pikërisht në këtë zonë kemi mbi 6 herë këtë vit për brenda një jave që kemi ndërhyrë dhe kemi shurë zjarre dhe sërish ndizet. Edhe në disa zona të tjera duket pra që këtu ka një dorë që don t'i djeg pyet. Ndërkohë Dom Gjergjmeta apeloi për përgjegjësinë më të lartë pasi me zjarrvend të qëllimshme rrezikohen njerëz, prona dhe vetë zjarrvendësit. Ajo që është më shqetësuese është që këtu duket se është dora e njeriu. Kjo është më shqetësuese nga të gjitha. Fakti që njerëzit vendosin zjarrin, prishin pyet edhe dëmtojnë jo vetëm natyrën, por janë rrezik të dëmtojnë edhe jetët e njerëzve, të dëmtojnë edhe banesat e tyre dhe shtëpitë e tyre. Dhe kjo e bën shqetësues faktin shumë. U bë tash disa ditë që jemi në një situatë alarmante në gjithë Shqipërinë, pothuajse, por ne flasim për këtu për zonën ku jemi, kështu që ajo që un kam nga vetja ime është një apel të gjithë njerëzve që të jemi të kujdesshëm, të mos dëmtojmë vetë natyrën edhe ta ruajmë atë, edhe sigurisht edhe gjithë institucioneve që të përpiqen maksimum sigurisht se po përpiqen faktikisht që të shuajmë të gjithë vatrat e zjarrit. I pranishëm në terren ishte dhe ministri i mbrojtjes Ermal Nufi, ai tha se kemi të bëjmë një situatë vështirë në një terren të vështirë, por fatmirësisht flakët janë në kontroll. Kishte një situatë shumë të vështirë, rreth para 2 orësh. Konkretisht me një shpërthim një vatra zjarre e cila ishte shumë agresive. Me një kanë ardhur forcat nga bashkia, nga zjarrfikset vendore dhe është kërkuar ndërhyrje edhe nga ajër. Kemi bërë të mundur që 2 helikoptera nga forcat ajrore të vinë për të asistuar të gjitha forcat që po luftonin këtu në terren për shkak se situata është në terrenin siç shikoni është i thyer dhe mungesa e rrugëve për të vatrat e zjarrit e bën shumë vështirë ndërhyrjen. Situata duket në kontroll, është evituar djegja e shtëpive apo e banesave. Ndërkohë krye dhe ndërhyrje nga ajri me synimin frenimin e përhapjes së flakëve dhe mbajtjen në kontroll të vatra me problematike.